Sipas një raporti të New York Times, administrata amerikane ka nisur një fushatë intensive diplomatike për të mbrojtur armëpushimin midis Izraelit dhe Hamasit, duke frenuar çdo tentativë të Netanyahu për të rifilluar një sulm të gjerë në Gaza. Në këtë kuadër, në rajon kanë udhëtuar Jared Kushner, i dërguari i Trump dhe dhëndri i tij, si edhe Steve Witkoff, ndërsa sot pritet të mbërritet dhe zëvendës presidenti J.D. Vance. Qëllimi kryesor i vizitës është të ushtrohet presion mbi qeverinë izraelite për të respektuar marrëveshjen e armëpushimit dhe për të shmangur përshkallëzimet e konfliktit. Paralelisht që zhvillohen negociatat me Turqinë për dërgimin e një ekipi të specializuar që të ndihmojë në gjetjen e trupave të përgjithshme izraelite të zhdukur në Gaza, Hamasi ka pranuar se kërkimi brenda rënojave është i vështirë për shkak të gjendjes së infrastrukturës dhe mungesës së pajisjeve më të rënda. Nga ana e tij, Trump ka paralajmëruar se Hamasi do të përballet me shkatrime nëse shkel marrëveshjen e armëpushimit, duke krijuar këtë presion të dyfisht mbi palët. Për fazën e dytë të armëpushimit, diskutimet nuk kanë nisur ende, pasi Izraeli kërkon dorëzimin e trupave të pengjeve të vrarë nga Hamasi. Othej Kraut, ushtarak të grupit islamist, ka theksuar se kërkohet më shumë kohë dhe pajisje të rënda për operacionet e kërkimit, duke bërë situatën delikate. Në këtë kontekst, diplomacia amerikane përpiqet të krijojë një balans midis presionit politik, ndërhyrjeve operative dhe ruajtjes së stabilitetit rajonal për të shmangur përshkallëzimin e dhunës dhe rrezikun humanitar.